Selam aleikum, hoqë thot, kërkojnë nota maksimale pa i meritu nga familjarët prej kolegëve thot. Ka hatër mbetje një përgjigje ju lutem. Se duket kjo motra është mësuse, edhe akrabat e saj i thojnë që t'ja djalit notën 5. Ose i thojnë, thuj shoqës tane asaj mësusës tjetër, le t'ja që djalit tam notën ma të mirën, ose le t'ja hek nishin. Kjo është haram. Le t'ju mbetet hatri. E rëndësishme Allahut mos më mbet hatri me veprën tone. Motër, ti e përgjegjëse për atë notë, ti e përgjegjëse për atë punë. Ti e përgjegjëse me mbajt drejtësi, me ju friksu Allahut. Vallaj, nëse t'ja qëtë notën që se meriton, ose ndërmjetëson të mësusat tjerë, mja hek notën, në treshin mja bak 4 ose 5, pa meritu, atëherë edhe ti e bo bashkëpunëtor në këtë haram bashkë me atë mësusin që pja hek notën. Lejohet mi thonë mësusit për shkak kështu, jepja edhe një shansë, kam dëgju, më ka thonë baba i vetë, se unë të mësu, i ka ra pishman, pan mi allon edhe një shansë, dhe më thonë, o fjale një shansë, ja ke qitë nish, mi allon edhe një shansë me përmisu, këtu e kam për qëllim. Jo edhe një shansë, hajtë përkalojmë në matë në ashtë mësën, ja. Let ju mbetet hatri, let thojmë për ty është grua keqe, ose mësuse keqe, s'ka problem. Ama mos pranën një gjatë tjilë, sa është haram. Ne jemi përgjegjës për amanetin që kemi marrë mbi supe, edhe ti si mësuse, këtë amanet e kemi supet e tua. Kjo është haram.